Protestat qytetare për çështjen e Zvërnecit kanë sjellë sërish reagimin e kryeministrit Edi Rama. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, në një dalje për mediat kreu i qeverisë sqaroi se është i hapur për dialog, por jo me ata që sipas tij janë të kurdisur nga jashtë. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Influencat e jashtme, Rama tha se vijnë nga vende që nuk duan zhvillimin e Shqipërisë. Forcat kundër Bashkimit Evropian, forcat kundër zhvillimit të vendeve që i duan nën sqetull apo që nuk i duan të forta, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata të saj natyre duke përdorur në rast të parë çështjet e ambientit. Thirrjeve të protestuesve për dorëheqjen e tij apo burgosjen, kryeministri u dha këtë përgjigje. Për sa i përket burgut, kjo është një temë që meriton vetëm një koment nga ana ime. Koha kur njerëzve u tregoi burgu në rrugë është një kohë të cilën e kemi lënë shumë pas. Shefi i ekzekutivit sqaroi dhe hetimin për çështjen e pronësisë, që sipas tij do të marrë zgjidhje nga prokuroria e posaçme. Që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Rama tha se resortet luksoze janë domosdoshmëri për të rritur ekonominë dhe se nuk do t'i ja heqë Shqipërisë qafe me vetdije këtë projekt.